Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur lajmin më të fundit. Marrëdhënia e Gjestit edhe Eglit, qëndrimi i tyre në shtëpinë e Big Brotherit, si duket sonte ka rënje shumë të madhe. Që të dy kanë patur një zënk, do të thënë aktualisht po ndodhen zënka. Gjesti dhe Egli po grinden tepër, për faktin sepse Egli për të disa të herë ja ndali masazhin Gjestit duke hyrë thellë, tepër thellë, do me thënë në marrëdhënien e tyre, duke u grindur me hatërmbetje, dhe Gjesti tha që mos flej sonte me mua. Egli u mërzit, më pas Gjesti u afrua prapë te Egli duke i treguar që po bëja shaka, ndërsa Egli dhe Gjesti filluan që të grinden tepër dhe Egli tha që pse më propozove vetë mua, pse më kërkove vetë mua, kur ti kishe mundur që të gjesh dikë më të mirë, ti vetë mua më kërkove. Dhe këtu do me thënë nisi zënka e madhe, këtu nisi debati i madh mes të dyve, ku dhe marrëdhënia e tyre filloi që të shkatërrohet. Do kisha dashur që më vonë të hyjmë të gjithë live edhe të komentojmë këtë gjë që sa po ndodhi në shtëpi, do thënë një zënk tepër e madhe me ofendime, me denigrime drejt njëri tjetrit. Zënka po ndodhen aktualisht tani, ku Egli po është mërzitur shumë me Gjestin, ndërsa Gjesti thot si mundesh thot ti është të kështu tipi thot që mos e kuptosh dhe shakan thot.